Ndërkohë që Partia Socialiste e ka kyçur gojën në lidhje me Belinda Ballukun, flet Baton Haxhiu, dëgjojeni. Nëse ka përdor fjalën kurrë që i dedikohet një njeriu, nuk më shkon në këtë që prokuroria bën, është poshtrimi i personaliteteve. Baton, problemi nuk është fjalori që përdor Belinda Balluku, por fakti që Belinda Balluku merr leje nga Edi Rama për të shpallur fituesin e tenderit të koncesionit të Llogaras. Ky është problemi, Baton, nuk janë fjalë të ndyra, por sidoqoftë nuk është faji i Spakut se Belinda Balluku i referohet Edi Ramos me fjalë të ndyra. Kjo është përgjegjësi e Belinda Ballukut, por sidoqoftë, Spaku nuk e akuzon Belindën për fjalorin që përdor. Tani, ke një detyrë shumë të vështirë, Baton. Partia Socialiste nuk ka kurajon të dalë e të mbrojë Belinda Ballukun dhe ka nxjerrë ty me porosinë e Partisë Socialiste ti del studio më studio dhe flet për grusht shteti, për